Byroja Kombëtare e Hetimit ka konfirmuar sulmin që ndodhi mbrëmjen e të martës kundër hetuesve të BKH-s dhe oficerëve të policisë së shtetit në Fier, nga të afërm të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj. Në një reagim zyrtar për ngjarjen, SPAK thot se agentët e BKH-s dhe efektivët e policisë janë sulmuar pa asnjë motiv. Hetuesit e BKH-s dhe efektivet e policisë së shtetit po kryenin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hetimi të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa hetuesit e BKH-s dhe oficerët e policisë së shtetit po kryenin detyrën janë sulmuar pa asnjë motiv nga persona tashmë të identifikuar dhe shoqëruar në drejtorinë vendore të policisë Fier. SPAK thot gjithashtu se të gjitha veprimet e ndërmarra nga BKH janë në përputhje me ligjin dhe në nënvëzhgimin direkt të prokurorëve të posaçëm. Ndërkohë, 3 persona janë arrestuar nga policia pas incidentit. Në pranga janë vënë 2 nipërit e ish kryebashkiakut të djathtë Ledian dhe Claudio Kaplanaj, si dhe Gerald Kolçaku. Ish kryebashkiaku i Mallakastrës në një deklaratë për mediat ka dhënë versionin e tij duke thënë se në parkimin e zyrave të subjektit politik që ai përfaqëson ka shkuar një mjet i paloguar rreth orës 18 dhe ka ngritur një dron. Ky veprim, sipas tij, ka ngjallur dyshime të zyrtarëve që ishin brenda godinës, të cilët kanë debatuar me efektivët dhe agjentët e BKH-s. Pas debatit, agjentët janë larguar sipas Kaplanaj, por janë ndjekur nga disa zyrtarë të subjektit politik dhe 2 të afërm të tij. Kaplanaj pretendon se nuk ka pasur informacion dhe nuk i është thënë se ishin agent të BKH-s dhe nga këta të fundit, sipas ish kryebashkiakut, është nxjerr edhe arma në formë kërcënimi.